Albe Kurti ka deklarata si Shefqet Krasniqi për gjithçka. Edhe si qëndran për mas, tash ti se të ditë mërësh me pas që i ndëran. Problemi numër një është që se te na u boni, se te 2-3 rase na po folëm miliona. Kur nuk e përdorëm na sa është i kosto indirekte. Na kena kundërshtu autostradën e Bektellit që ka mbaruar për 10 milion kilometrën. Kapim. Po jo, se na kena llogarit, jo, na kena veç ta përfundoj. Nuk ja kemi dha Bektellit rrugën për autostradën për pej, po na kushtoi një edhe me kohë, edhe me dom, edhe me maltretim psiqik, po na kushton shumë më tepër sa 2 autostrada që i ka shtretuar me një kosto, i ka ndërtuar me një kosto të lartë. Faleminderit, unë bëna pyetje të përgjigje. Unë desha me bë me arku vjen. Është kostoja indirekte. Mos ndërtimi në rrugës. Po. Tash e kier autostradën, cilat e kena kthy paret për autostradën për pej. Po. Se kosto kena kursy paret, ti ke kursy pas qytetarë se e kanë shpenzu. Autostrada e Gilanit, që ka pas për mu maru, të kish maru me kosto 30 milion euro. Ma e shtrejta në botë. Qytetarët e Gilanit për 3 vjetë si këshin argji që të pare. Se kur kush për logarit, kostën që e bojnë qytetari. Kohën. Jo, kohën s'me marrë si variabel. Po veç kosto. Do me thonë, pipi kësa, unë me shkum po djevëzat. Unë e boj 10 minuta edhe shpenzoj 300 ml benzin ma shumë se ti shkon autostrada. Qatë kosto 40 cent që e paguju me shku, edhe 40 mu këthy, boj 80 cent. So 10 vjetë kërë ndërprej, atu une qytetarët e lopit ose diaspora që vjen e shfrytëzan ato, i kanë shpenzu 500 milion. Pro që kjo shkon burim, që na nuk i kemi llogaritë edhe që të pjesën e domit që i shkaktohet, ose kostoja e qytetarit. Por e kemi llogaritë gjithherë sa po na kushton kilometri sa ma shtrejt me Bektellin, pavarësisht vonesave këtyne... Po e njëjta është llogaritë edhe tash, do me thonë, pe marrëm një shme ma të lirë. Kua, faktori ku, do me thonë është, na nuk kena luksin me hup ku. Do me thonë është, strategjia e energjisë, është 2022, 2031. Fundet e MCC shkan, pse qeveria nuk thëtu pe ble baterin. So jep në milion atje Telekomi, pse nuk e blen baterin. Ti e strategjia ki baterin. O kon donacion, so donacion ti hen. Pse më varesh për donacione? Është taj trendi i qenit grante, me marrë diçka pa pare, jo për po investo. Do me thonë, ti ki projektin e solare më kek. So 10 vjetë u metë për donacion. Po. Ato me krobza kështë marru të i tash. Me paret keku, taj kostoja i Sokarau, 1 megawatt në shmim të ashtu që po ofrojnë, dy kam rrinë nërë 300.000 euro 1 megawatt. 100 megawatt jo 30 milion euro. Sak, mja pa leju fitimin vjetor që e ka. Jo, fitimi vjetor i keku, 10 vjetë e funit është 10... Jo, veç ato bonuset për zxedhe që ka jep punëtorve, fund vitit ka 200, ka 300, e kështë marru. E sot ja kështë jep 1.000 punëtorve.